Moderatorët e Top Albania Radio kanë intervistuar 4 finalistët e këtij edicioni, personazhet më të komentuar të vitit. Një prej intervistave shumë interesante dhe me nota humori ishte ajo me Selonës dhe Gjestit, ku banori na zbuloi shumë detaje që nuk ishim ditur më parë dhe një anë tjetër të karakterit të tij. Pyetja që të gjithë dëshirojmë ta dimë është se pse Gjesti e quan veten Kingi. Kingi është veç një fjalë që e kam të përditshme edhe jashtë, nuk është mendje madhësi, është shaka. Çfarë note do t'i vendosje ti Gjest këtij rrugtimi në Big Brother? Gjesti, 100, nuk e kam besuar kur. Full paranoja, full stres, shumë mendime në kokë, nuk e kam besuar kur që mund të arrijë. A ke menduar finalen kur erdhe në fillim? Gjesti, ka qenë ëndra ime më e madhe që kam kërkuar gjithë jetën, akoma s'më besohet që jam këtu, se kam besuar asnjëherë që unë jam ky, e di që jam pak a shumë natyrë fort dhe e durueshme, por jo kaq shumë. Më pas banori ka shprehur se si ka qenë marrëdhënia e tij me Rozana Radin dhe si do të vazhdoj. Pa marrë parasysh se çfarë ka ndodhur këtu, unë të gjitha i la anash, thjesht me u pajtu me njëri tjetrin, me Rozanën jam kënaqur brenda, edhe unë me të kam qëndruar se ka pasur energji. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.